Në Zeqiri Meri do të ngrihet si pari javës së 13 të kategorisë superiore. Ju përshëndes miq të Supersport. Urojmë mirëseardhjen në Kukës aty ku janë dy skuadra me objektiva të ndryshme. Kuksi për tentuar titullin kampion dhe Laçi sezon më të qetë të mirë për Kurbinasit. Dhe starton këtu kjo sfidë e Nea Jorgji. Provo të dalë në krah, kombinim me Pejç, Karioka në zonë, Karioka pritet pasimi, Pero Pejç, çfarë mbet? Kroati, Pero Pejç, 8 gola për të në këtë sezon. 7 gola ka shënuar Laçit në kampionat. Është vetë braziliani që kërkon 7 lartë dhe mbi kuadrat tentoi direkt portën. Jean Karioka, trekëndçin më të largët, e bukur ideja. Provon me këtë pasim për Kariokën. Tentohet krosimi në zonë, Pejç nuk arrit, do vish aty Musolli, ka mundësi goditja me djathtë mbi kuadrat. Besar Musolli i afrohet golit. Vjen krosimi Kariokës, topi është aty, më pas në rrjet. Zhbllokon rezultatin Matija Dvorneković, i dyti gol sezonal për kroatin, që zhbllokon rezultatin në minutën 29. Matija Dvorneković. Ndrohet loja, Dvorneković shton Allaçi në aksion, prit krosimi, topi që vjen për Pejç me kokë në duart e Selmanit. Nuk e ka pritur që të gabonte qendërmbrojtësi Eglendin Gjoni. Janë shumë luftarak agresiv luftarët e Kukës, ndërkohë Izair Emini udhëheq topin, shmang kundërshtarin Izair Emini, Dvorneković pret në krahun e djathtë, shërbet Pejç, pozicioni është i rregullt, Pejç. Humbet mundësinë për të dyfishuar shifrat. Pero Pejç tentoi të godas me njerë Izair Emini. Me këtë krosim drejt zonës, Pejç nuk arrin të gjej kuadratin. E treta mundësi për Pero Pejç. Del përpara Bruno Lipit, por nuk gjen kuadratin. Izair Emini, Karioka, korridori për Pejç. Pejç përballë portierit, Pejç. Gentian Selmani shpëton portën nga hapësimi i gol të dytë. Gentian Selmani, 18 vjeçari, ai që mbron. Edhe njerë topi gjatë, këtë Pero Pejç, arrit ta ul Izair Emini, provon ta shmang nga distanca, super gol Izair Emini. Thyen portierin Gentian Selmani me një super gol, i treti sezonal në minutën e 65. Izair Emini, super gol i tij. Apo në krahun tjetër, por rikuperon topin këtu Dvorneković. Dvorneković goditja jashtë kuadratit. Ishte Greca numri 7. Ai që pati mundësinë për të realizuar dhe golin e tretë. Fundi minutës së 85. Pasër pa faul, Eni Mami e nxjerr këtë krosimi. Vjen topi lart për Dvorneković, flutur i thi, nuk gjen kuadratin. Matija Dvorneković. Dhe sinjalizon fundin e kësaj sfide nga një gol për çdo pjesë. Kuksi që rikthehet tek fitoria në minutën e 29, Matija Dvorneković në minutën e 65, Izair Emini i japin Kuksit këtë fitore. Me objektivin për mos gabuar asnjëra as tjetra, luftëtari dhe Skënderbeut Zbresën e Fushit. Ju përshëndes miq të Supersport në këtë transmetim të drejtë për drejtë nga qyteti i Gjirokastës për këtë sfidë mes luftëtarit dhe Skënderbeut. Qyteti i takimit është Kreshnik Ciapi, që ka përshëllyer dhe ka nisur sfidën. Vjen një krosim dhe portës për pak edhe mund të shkonte në kuadrat, por nuk është as krosim dhe as gjuajtje. Po bësh një qendër. Vertikalizim, ja fika dal. Në kooperativ luftëtari, të gjithë në këmbë, Stoli. Tajeri Milinković ka të këtë fush. Përsëritja do të jap një ide më të qartë ndoshta. Krosimi i brazilianit për Latifin, ka intervim, këndore është. Vendimtar, do të thoja vendimtar devimi i Oriat Beqirit, kapitenit. Simoni Porter! Dhe kjo krosimi, Micit për James, e gjen ai, por pa problem, në duar e ka, në kontrol, shkëllëzën në Ricci. Që i del me fat, momentin e parë, pastaj çon tek Lidon Latifi. Që godet Porter Latifi, topi me Sremojës ka devijuar, super.
Vjen top, Fukuj, ka i devim, Jashanica këndor është. Super, shkëlqen Ruçi. Mendosh kjo është ndeshja e debutimit të tij në Superligë. Bukur tek Lido Latifi, shpejt është ai, bide përpara dhe Fol Çarka, kartoni verdh për Lido Latifin. Simulimi i tij. Simulimi i Lido Latifit. Përsidhja. Latifi, goditja topi për plasën tokë dhe super edhe një tjetër. Shkëlqen Ruçi. Tjetër super pritje ti e ka parë në momentin e fundit topin, ka drejt. Nuk ka fitues në Gjirokastër miq, por ka njerëz që festojnë, janë Gjirokastrit që ja dorin përsëri të mos mundur në shtëpinë e tyre të barazojnë edhe me Skënderbeun. Kujtoj që skuadra korçare jo vetëm humbi shansin për të fituar këtu në Gjirokastër, por humbi për shkak të Golevrashit edhe vendin e parë, sepse është skuadra e Kuksit pas kësaj fitore, që është në 30 pikësh nga 27, por për Golevrash më të mirë janë kuksianët, ata që udhëheqin Superligën shqiptare. Përshëndetje të nderuar shikues të Super Sport, jemi së bashku me pamjet që vinë drejt për drejt nga stadiumi Niko Dovana. Luhet java e 13 e kategorisë superiore. Përballi nga tjetrës Teuta dhe Flamurtari ndodhen pranë në renditje 8 pikë për Tursakët, 7 për Vlonjatët. Topën e parë nga qendra do ta luajnë pikërisht futbollistët e Flamurtarit, ishte atje Donjec Shkodra, Gripshi. Pretrashica, krosimi është në zonë dhe topi që shkon në duart e Stivi Frashrit, Emiliano Musta. Pati një mundësi mjaft të mirë skuadra tursake pas krosimit të Gripshit që konë dhe Maganin. Disi shqetësuar. Me njerë Galic hapat shpejt e ti dhe ky top që shkon në zonën e Mockës e kontrollon ai. Këtë top në thelësi Musta e ka shansin, ka lënë topin mbi portierin. Shikojmë shans dhe topi që shkon në rrjet. Shëron skuadra tursake. Andi Ribaj duket se është njeriu që ka realizuar prekjen gol duke i dhënë avantazhin Teutës dhe Ribaj që vrapon drejt stolit. Pikërisht tek trajneri Magani. Hila del fitues në Telushit. Fton atje Ribaj në goditje e cilit shkon jashtë. Ka patur punë me Danilo Alves, finte Danilo Alves gabon. Shkodra e ka mundësin, goditja shkon jashtë, ndërkohë që në të majt atje ishte krejtësisht i lirë Fazliu. Gripshi. Mustasri, tjetër krosim në zonë dhe topi që devijohet nga në Stivi Frashit. Do të kemi goditje nga këndi, ka protestat të portierit të Flamurtari për dhe mbrojtjes për një pozicion të parregullt. Sërish Donjec Shkodra. Tjetër pasim i sakt për para zonës dhe goli i parazimit. Goli i parazimit për Vlonjatët. Galic është sërish ai Ivan Galic, ashtu sikur se në stadiumin Luftëtari edhe në Niko Dovana. Galic sfidon të ftohtin duke barazuar shifrat. Donjec Shkodra fton edhe njerë Telushi, tope për para zonës dhe shkon në rrjet ai top. Shënojmë Vlonjatët 2-1. Bruno Telushi. Gabim edhe i portierit Moçka në kontrollin e atij topi dhe në fundin e rrjetës përfundon përmbysje. Dhe mbyll gjithçka këtu kryesori i sfidës Eldorian Amiti, fitorit surprizën Flamurtarit. I përshëndes miq të Super Sport drejt për së drejti nga stadiumi Loro Boriçi i Shkodrës për takimin ndërmjet Vllaznis dhe Korabit e vlefshme për javën e 13 të Superligës shqiptare, ku skuadra e Vllaznis pozicionohet e 5-ta në renditje në kuotën e 15 pikëve, ndërsa Korabi pozicionohet e fundit me vetëm 6 pikë në renditje. Kundrejt Luftëtarit vjen dhe nise topi i parë, provojt me një ky topi gjatë përpara i nderimin e xhipit, shëndesh për këtë mundësi provon Sokol Mziu me të goditje nga distanca, travers dhe jashtë. Me njëherë rrezikshme Korabi.
Çela. Shkëndon mundësi, provon në Çela, qendrore. Lehtësisht e kontrollueshme nga e Agovic. Plaku dhe Nexhipi. Sërish Sebino Plaku, krosimi drejt qendrës zonë, provon Mziu, Agovic. Reagon mjaft mirë pas asaj tentative fluturimti të Sokol Mziu. Të organizojnë mbrojtjen e tij tashmë Vujadinov pas krosimin në qendër. 1-0, zhbllokon sfidën Vllaznia me ndriçim Shtubinën. Gjen mjaft mirë hapësira në qendër të mbrojtjes së Korabit dhe zhbllokon sfidën. Ndriçim Shtubina. Në një moment ku po provonte të organizonte mbrojtjen e tij Miroslav Vujadinovic. Një pas ke mundësi këtë drejt portës. Vujadinovic reagon mjaft mirë pas asaj tentative. Vjen sinjalizimi, niset Plaku. Agovic reagon mjaft mirë. Jasim Agovic. Ky pasim pas mjaft i mirë i Tafilit për Brunel Pepa, shkëndon mundësi, mban kontrollin e topit Pepa, pasimi në qendër, askush në zonë pas Bardulla. 2-0 Vllaznia. 2 fishon avantazhin. Florin Bardulla. Një tjetër pasim shkëndër për këtë mundësime të dalet shpejt përpara të veçumit të skuadrës së Vllaznis, provohet pasimin në qendër për Tafili. 3-0. 3 fishon avantazhin Vllaznia me Alcid Tafilin. Tjetër gol, tjetër dalje shpejt. Dhe sinjalizimi gjyqtarit mbyllet të takimin ndërmjet Vllaznis dhe Korabit, arrin të fitoj skuadra e Vllaznis me rezultatin 3-0. Ju përshëndes miq të Supersport me këto pamje të drejtë për drejta nga Selman Stermasi, aty ku futbolli shqiptar do të flas me gjuhën e tij më të bukur, me gjuhën e derbit të kryeqytetit Tirana dhe Partizani në një stadium që sonte duket shumë i vogël për të mbajtur peshën e jashtëzakonshme të tifozëve dhe interesin e jashtëzakonshëm të opinionit tonë sportiv. Sa ka startuar spektakli në derbin e kryeqytetit mes Tiranës dhe Partizanit, është më një top për Daku, kërkohet një vertikalizim por Moktaçi se niset Karabeci. Provon një gjuajtje dhe është Alban Hoxha që bën një pritje spektakolare. Lorenz Trashi vjen në ky krosim në zonë. Muça Vila, fluturim të gjuajtja, por mbi kuadratin e portës. Torasa, këto përdon në shtyllën e dytë dhe është gjithçka thjesht aty për Ilion Likën që provon të shërbejë me shpejtësi për Mojse. Në një pozicion mjaft preferuar, Mojse vendosen në qendër, edhe Mojse pret merr vetë shërbet në ekranin tjetër në duelin pikërisht me Reinaldo Galarin. Vetë befasin aksion sigurisht për skuadrën e Tiranës dhe një ide Mojse në ytë zonës, provon një shërbim në qendër, më pas se përballë portierit gjuan, por nuk arrin të realizojë, ka goditje nga këndi. Një mundësi e shkëlqyer për skuadrën e Tiranës, ndërkohë që Alban duket se Starova kërkon pozicionin e shloje, shkon tek asistenti par Barushi, nuk e di përsëritja mund ta tregojë më saktë. Decisiva ndryria Tandës, kthehet një jetë Merveje, dhe fitues në këtë duel. Provon punë në zonë, Merveje, vjen kjo gjuajtje. E rrezikshme, por edhe një jetë jashtë kuadratit. Bën gjithçka mirë, rikuperoni top duke ja marrë mbas shpinën Ramadanit që tregoi më tepër sigurisht se ç'duhet. Me topin në zotrim ky lojtar bëhet shumë i rrezikshëm, arrin të shmangët dhe të krijojë hapësira për goditë drejt portës. Se mbi vjen e 16 metrë vendosur mbrojtja e skuadrës së Tiranës, Torasa, Topilati duke në zonë, ka i godit me kokë. Pran goli skuadra e Partizanit. Një mundësi mjaft e mirë për të kuqt. Janë të tilla momente që Partizani bëhet shumë i rrezikshëm, në të tilla krosime më mirë do ishte mos ta prekte njëri topi dhe ndoshta topi përfundonte në rreth sa ta prekë siç bëri në rastin e Kuban. Kalebe Kuban. Kuban. Po që ndalem mjaft mirë nga ana e Kalebe Kuban, provon të futet në zonë dhe ide Kuban. Ka goditje dënimi në favor të skuadrës së Partizanit. Por çon ndoshta edhe karton. Është jashtë zonë.
gjatë sjelljes gjyqtarit. Niset Batha, topi që kthehet dhe ka ndalur në këtë moment Ilion Lika, është decisiv Ilion Lika. Edhe me pak fat në momentin kur topi bëri një karambol. Ndërkohë shërbimit e kalim jatë mirë të taku të nga zonës një taku topi në qendër. Sise! Një fare pra nuk arrin të realizohet dhe një tjetër. Mokhtar Sise. Është një lojtar që mendoj që e ka disi alergji golin ylli. Me rasti që ka pasur ky lojtar gjatë gjithë ndeshjeve, jo vetëm sot, dhe ndeshjet tjera nuk ka arritur të shënojë. Kjo ishte egzageruar. Këtë atmosferë kaq të bukur duhet mendonte dikush që ta prishte disi këtë atmosferë. Edhe të se kështë menduar edhe. Të themi gjë? Po Shagoza. Duke se u shënua një gol. Tirana Partizani është më shumë se një ndeshje futbolli, është një histori pasioni, një histori dashurie pafund për dy ngjyra, për dy klube, për dy skuadra të cilat kanë bërë pjesë më të madhe të historisë së futbollit ton. Rikthehet për të luajtur pjesa e mbetur e derbit numër 147. Pikërisht në këtë çaste rinis ai që mund ta konsiderojmë pjesa e tretë e kësaj ndeshje. Thejtover para, topi në zonë, ka një devim më pas është Vila. E kthen topin në qendër dhe më pas ky devim, çfarë mundësie? Një mundësi e shkëlqyer për Bardhin. Një veprim mjaft i bukur i Vilës, sulmoi zonën boshën pas shpinës së mbrojtjes së Tiranës, arriti të bënte një marrje jo dhe aq mirë, por shërbeu shumë bukur dhe po aq bukur goditi, po Bardhi për fatin e tij të keq topi ishte jashtë kuadratit. Krejtësisht i pambuluar. Karabeci, topi që merret nga Vila. Ka një ndryrje të Erando Karabeci dhe do të jetë kartoni i dytë i verdh. Kartoni i dytë i verdh për Erando Karabeci, do duhet të lërë skuadrën me një futbollist më pak. Këtë në shpejtësi kjo rivënie Merveje, Kërqiku dhe lojë që mbyllet këtu, pa fitues, mbyllet derbi, duket se ka lënë mjaft zhgënjur Starovën, kontrollon në kronometrin, mbyllet pa fitues derbi numër 147 mes Tiranës dhe Partizanit, më i çuditshëm i luajtur në historinë e këtyre dy ekipeve.